U prezantua sot shoqëria shtetërore Albanian Digital Solution që sipas kryeministrit Rama do të çojë më tej shërbime digjitale duke u shkëputur nga varësia e privatëve. Rama foli edhe për Zvërnecin ku tha se investimi po bëhet në tokë private. Kryedemokrati Berisha thot se zgjedhjet e fundit treguan pabarazi në financime shtetërore përballë Partisë Socialiste pas takimit me delegacionin e Komisionit të Venecias. Berisha propozoi që në ligj të parashikohet edhe anulimi i zgjedhjeve. Procesi i rivlerësimit të pronave ka sjell interes të lartë nga qytetarët. Agjencia Shtetërore e Kadastrës thotë se në 3 muaj janë gati 13.000 aplikime që kanë sjell 34 milionë euro në buxhetin e shtetit. Tirana mban peshën kryesore të aplikimeve. SPAK njoftoi se ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatë dosjen për 3 ish-punonjës policie. Ata akuzohen se ndihmuan grupet kriminale që vepronin në Saran dhe Tepele në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Një ulëmtim i kryer në Kosovë zbuloi se 25 kandidatë për deputet rezultojnë se kanë qenë të dënuar ose janë në një proces gjyqësor penal. Listën e kryeson vetëvendosja Albin Kurtit, ku 13 kandidatë të saj kanë probleme me ligjin. Për herë të parë që nga nisja e luftës në Ukrainë, një dron rus ka goditur një zonë të banuar të Rumanisë dhe ka plagosur 2 persona. Incidenti u dënua menjëherë nga NATO, ndërsa BE e quajti një tjetër shkelje të vijës së kuqe nga Moska. Një ekonomist gjerman ka bërë parashikimet për botrorin dhe thot se edicioni i këtij viti do të fitohet nga Olanda. Interesant është fakti se ai ka goditur në shenjë me parashikimet e tij në 3 edicionet e mëparshme. Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. U prezantua sot shoqëria shtetërore Albanian Digital Solution që sipas kryeministrit Edi Rama do të çojë më tej shërbime digjitale duke u shkëputur nga varësia e privatëve. Në ceremoni Rama foli edhe për Zvërnecin ku tha se investimi që ka shkaktuar polemika po bëhet në tokë private. Albania Digital Solution, një shoqëri aksionere shtetërore e krijuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, do të nisë të funcionojë për dhënë shërbime të specializuara për institucionet publike. Kryeministri në ceremoninë e prezantimit të ADS-s kërkon që kjo kompani të shihet si një mundësi punësimi me paga dinjitoze për të gjithë të rinjtë të arsimuar në teknologji. Një kompani e cila të ketë kapacitetin të kthehet në një hapësirë për të gjithë talentet, pagat më të larta në tregun e shërbimeve digjitale. Disa prej shërbimeve që aktualisht merren nga kompanitë private e që do të ofrohen nga sot e tutje nga ADS janë zhvillimi i sistemeve software dhe aplikacioneve, operimi dhe mirëmbajtja e këtyre sistemeve, administrimi i infrastrukturës teknologjike, apo dhe monitorimi dhe reagimi ndaj incidenteve kibernetike. Ndaj kryeministri e sheh këtë kompani dhe si një mundësi për t'i kursyer arkës së shtetit shumë para. Në rast se sot ne shpenzojmë një shumë X për vetëm mirëmbajtjen e sistemeve, cila i shkon kompanive private, brenda një harku 3 vjeçar, ne do t'i kursejmë shtetit një shumë të barabartë me shumën që sot shkon për mirëmbajtjen. Por ADS për Edi Ramën është vetëm njëra nga kompanitë shtetërore të krijuara gjatë qeverisjes së tij. Si një ndër më të suksesshmet, ai përmend dhe korporatën shqiptare të investimeve dhe këtu ndalet të përgënjeshtrojë lajmet për faljen e një sipërfaqe toke në plazhin e Zvërnecit, duke garantuar se ajo është një pronë private. Lajm të rrem sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët. Shteti ka pasuri në anën tjetër të projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit.
Kryeministri përsëriti ambicien për përdorimin e inteligjencës artificiale në të gjithë procesin e prokurimeve publike. Ai thotë se është shumë afër realizimit dhe sipas tij kjo do të bënte të mundur që më pas ky model të eksportojë edhe në botë. Ndërkohë, Partia Demokratike e konsideroi krijimin e Albanian Digital Solutions si aktin e radhës të një skeme të pasur korruptive për kapjen e parave publike, fryrjen e administratës me militant dhe ngritjen e një strofke të re për hapësira vjedhjesh galopante. Në një deklaratë për media, Celia Blu deklaroi se nën pretekstin e transformimit digjital, Rilindja po krijon një super agjenci paralele me kapital fillestar për 700 milion lekësh nga xhepat e qytetarëve shqiptar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se zgjedhjet e fundit treguan pabarazi në financimet shtetërore përballë Partisë Socialiste. Pas takimit me delegacionin e Komisionit të Venecias, Berisha propozoi që në ligj të përcaktohet edhe anulimi i zgjedhjeve në rast të shkeljeve të rënda. Ekspertët e Komisionit Venecias që ndodhen në Tiranë për çështjen e ligjit financimit të partive politike takuan kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Kreu i Demokratëve u shpreh se zgjedhjet e fundit treguan pabarazi mes partisë në pushtet dhe forcës kryesore të opozitës. Në këto zgjedhje, në rrafshin e financimit nga parat e buxhetit, diferenca midis dy partive kryesore, Partisë Demokratike dhe Partisë në qeveri, ka qenë minimumi 700 gjerë në 1000 herë. Berisha theksoi se ende nuk ka një dakordsi mes forcave politike për ligjin e financimit partive. Unë nuk di të ketë asnjë draft të përbashkët të miratur. Ka akoma opinion e Komisionit Venecias në lidhje me draftin. Ka një draft të OSB Odirit, i cili është pjesë e punës që do bëjë komisioni për të çuar më tej ligjin e financimit partive politike. Berisha thotë se shkeljet në proceset zgjedhore mbeten të pandëshkuara dhe për këtë fajson KQZ-n dhe SPAK-un. Ajo që ne mendojmë se është e domosdoshme, klauzolat e anullimit të zgjedhjeve. I vendosi Franca, a mund të imagjinoni ju, Altin Troplinin të urdhroj anullim zgjedhjesh për Edi Ramën. Këta janë të lidhur në krime. Ekspertët e Komisionit Venecias zhvilluan më herët edhe një takim të veçantë me dy bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Erd Bylykbashi. Më 12 qershor, Komisioni Venecias do të shprehet për ligjin e financimit partive. Procesi i rivlerësimit të pronave duket se ka sjellë interes të lartë tek qytetarët. Në 3 muaj numërohen gati 13.000 aplikime që kanë sjellë 34 milion euro në buxhetin e shtetit. Tirana mban peshën kryesore të aplikimeve. Procesi i rivlerësimit të pronave po përdoret gjithnjë më shumë nga qytetarët për të përditësuar vlerën reale të apartamenteve, tokave dhe pasurive të tjera. Sipas të dhënave nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, deri në fund të prillit janë regjistruar 12.962 aplikime në të gjithë vendin. Tirana kryeson me 41% të totalit të kërkesave, ndërsa Qarku, Durrës, Kavaj dhe Krujë mban 15%, Vlora dhe Elbasani rezultojnë me nga 6% secili. Pesha më e madhe e aplikimeve vjen pikërisht nga zonat ku tregu i pronave ka njohur rritje të konsiderueshme të çmimeve vitet e fundit. Kryeqyteti dhe Bregdeti mbeten zonat më aktive sa i takon shitblerjeve, por edhe interesimit të shtuar për procesin e rivlerësimit të pasurive. Vetëm për periudhën shkurt prill, nga procesi i rivlerësimit janë argëtuar rreth 34 milion euro. Ekspertët e tregut e shohin këtë si një tregues të dyfisht, ku nga njëra anë ka rritje të formalizimit të pronave dhe nga ana tjetër përpjekje të qytetarëve për të ulur kostot fiskale në transaksionet e ardhshme. Interesimi i lartë për procesin e rivlerësimit shihet si një sinjal i pritshmërive se çmimet do të vijojnë të rriten. Për këtë arsye shumë qytetarë kanë zgjedhur që ta bëjnë tani deklarimin real të vlerës së pronës së tyre. Të dhënat tregojnë se tregu imobiliar vijon të mbetet një nga sektorët më aktiv të ekonomisë, ndërsa rivlerësimi po kthehet në një instrument me ndikim si për qytetarët, ashtu dhe për të ardhurat e shtetit. Sektori i ndërtimit vijon të mbetet një nga motorët kryesorë të ekonomisë. Instat raporton se vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti janë miratuar 320 leje të reja ndërtimi me dominim të projekteve për banim dhe hotele.
Ndërtimi i vion të zgjerohet me ritme të forta edhe në fillim të këtij viti, sipas të dhënave të Instat në 3 mujorin e parë të vitit 2026 u miratuan 322 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, rreth 25% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja nuk shihet vetëm tek numri i lejeve, por edhe tek sipërfaqja që do të ndërtohet. Në total parashikohen mbi 377.000 metra katror ndërtime të reja, ndërsa vlera e projekteve arrin në 20.4 miliard lek. Pesha kryesore mbetet tek ndërtimet për banim, janë 237 leje rezidenciale të miratuara, që tregojnë se kërkesa për apartamente vijon të mbetet e lartë, veçanërisht në qytetet e mëdha dhe zonat bregdetare. Por krahas banesave po shtohen edhe investimet në sektorin e turizmit dhe industrisë. Vetëm për hotele janë dhënë 13 leje të reja, ndërsa ndërtesat industriale zënë sipërfaqen më të madhe mes objekteve jo rezidenciale. Ekspertët e tregut e lidhin këtë tendencë me kërkesën e lartë për prona, investimet nga emigracioni dhe zhvillimin e turizmit, por paralelisht paralajmërojnë se ritmi i ndërtimeve po ushtron presion mbi infrastrukturën dhe çmimet e pronave. Ndërkohë të dhënat tregojnë se krahas godinave private janë shtuar edhe projektet infrastrukturore, kryesisht në rrugë, ujësiellës dhe rrjete energjetike, duke sinjalizuar se sektori i ndërtimit do të vijojë të mbetet ndër kontribuesit kryesor në ekonomi edhe gjatë këtij viti. Ekspertët shprehen se ka ardhur momenti që do kalohet nga turizmi masiv në atë cilësor. Sipas përfaqësuesve të biznesit dhe shoqatave të hotelëri turizmit në Durrës, sfida mbetet përmirësimi i standardeve të akomodimit dhe shërbimit. Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe tërheqja e turistëve cilësor mbetet prioritet kryesor për këtë sezon veror për sektorin e turizmit në Shqipëri. Operatorët turistik në Durrës thonë se vendi ynë ka arritur në një fazë kur turizmi nuk duhet parë vetëm përmes numrit të vizitorëve, por edhe përmes cilësisë të turistëve. Mos të numërojmë turistët sa turistë vinë në Shqipëri, po të shikojmë sa në mënyrë profesionale i kemi shërbyer këtyre turistëve që ata të kthehen prapë në Shqipëri. Ky është fokusi jon kryesor. Ndaj duhet punuar më shumë për profesionalizimin e stafit, menaxhimin e plazheve dhe përmirësimin e kushteve për pushime. Gjithë operatorët turistik po punojnë fort, qoftë në rritjen e kualifikimit të punonjësve, rritjen e cilësisë prezantimit me atreçaturat dhe me ambientet e këndshme të krijuara nga bizneset private, po luftojmë shumë që të rrisim cilësinë. Të gjithë operatorët janë të impenjuar për një shërbim goxha më të mirë se sa vitet e kaluara. Sipas operatorëve turistik, përmirësimi i shërbimit është me rëndësi për shkak të konkurrencës rajonale dhe ndikon pozitivisht në rritjen e imazhit të turizmit shqiptar. Një zjarri për masave të mëdha u raportua pak më herët në malin e Shëngjinit në Lezhë. Vatra është identifikuar në zonën e Ranës së Hedhun, ku flakët po përhapen si pasojë e erës së fortë. Në vendngjarje ka prezencë të shumë të forcave zjarfikse dhe shërbimeve të tjera emergjente, të cilat po punojnë për të izoluar flakët dhe për të shmangur përhapjen e tyre. Deri më tani nuk dihet nëse zjarri ka qenë i qëllimshëm apo aksidental. SPAK ka njoftuar se ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykat dosjen për 3 ish punonjës policia. Ata akuzohen se ndihmuan grupet kriminale që vepronin në Sarandë dhe Tepelen në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. 3 ish punonjës policie dikur me detyra në forcën operacionale, specialist apo shef krimesh u dërguan në gjyq nga prokuroria e posaçme që dyshon se janë përfshirë në mënyrë aktive në grupet kriminale që vepronin në Sarandë dhe Tepelen. Me akuzat e trafikut të lëndëve narkotike, duke qenë pjesë e grupit dhe shpërdorim detyre, do të përballet Erdit Hazizaj, ish specialist pranë drejtorisë së forcës së posaçme operacionale. SPAK thot përmes një njoftimi zyrtar se ai ndihmonte drejtuesit e grupit me këshilla dhe informacione të vazhdueshme për zhvillimin e aktivitetit të kundraligjshëm. Për kultivim të kanabisit, grup kriminal dhe shpërdorim të tyre, në gjyq është dërguar Shkelzen Ruska, ish efektiv në Policinë e Gjirokastrës dhe për shkelje të detyrës, ish shefi i krimeve në Komisariatin Lushnjë, Ervis Alisin Anaj. Në vazhdimsi gjatë vitit 2020, në kundërshtim me detyrimet ligjore dhe funksionale, si punonjës të policisë së shtetit kanë kryer veprime dhe mosveprime që kanë cënuar rënd funksionimin e rregullt të strukturave policore, duke mos ndërmarrë masa për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në kultivimin dhe trafikimin e narkotikëve apo veprimeve të tjera të kundralishme. Grupet kriminale me të cilat nga zbardhja e komunikimeve në aplikacionin Sky, ish punonjësit e policisë, rezultuan të implikuar. Dyshohen nga SPAK se janë përgjegjës për trafikun e afro 6 tonëve kanabis me vlerë 1.7 milion euro drejt Greqisë
dhe kultivimin e mbi 2600 rrënjve kanabis në Tepelen. Zëvendës Ministrja e Shëndetësisë Eugena Tomini sqaroi sot se udhëzuesi mbi trajtimin hormonal përbën një dokument orientues klinik dhe jo një protokoll përfundimtar. Sipas saj, udhëzuesi u referohet vetëm personave adult. Pas zhurmës së shkaktuar së fundmi për udhëzuesin mbi trajtimin hormonal të personave transgjinor, ka reaguar edhe Ministria e Shëndetësisë. Zëvendës Ministrja Eugena Tomini sqaron se udhëzuesi mbi trajtimin hormonal përbën një dokument orientues klinik dhe jo një protokoll përfundimtar terapeutik. Orienton profesionistët shëndetësor në procesin e rekomandimit apo të referimit mbi terapinë hormonale për individët që janë të interesuar dhe referohen në shërbimin e endokrinologjisë. Udhëzuesi mbështetet në praktika dhe rekomandimet ndërkombëtare, si dhe në vlerësimin e një ekipi multidisiplinar me specialistë klinicist, profesionist psikosocial, specialist të shëndetit mendor. Tomini thekson se udhëzuesi është në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe ka vetëm rekomandime të përgjithshme dhe jo specifike. Udhëzuesi nuk trajton dhe nuk përcakton skema rimbursimi për medikamente dhe terapinë hormonale. Në të përfshihen vetëm rekomandime të përgjithshme dhe tipe të ndryshme të terapive hormonale sipas praktikave klinike. Hartimi i protokolleve specifik të trajtimit dhe çdo vendimarrje mbi rimbursimin janë procese të mëvonshme, të cilat zbatohen me vlerësimin klinik të individualizuar të pacientit dhe në zbatimin e praktikave rregullatore institucionale. Sipas zëvendës ministres Tomini, dokumenti ka si qëllim orientimin e profesionistëve të shëndetësisë në procesin e rekomandimit të terapisë hormonale dhe nuk rekomandon nisjen e trajtimit në fëmijëri. Zhvendosemi tani në Kosovë, atje ku një hulumtim i kryer zbuloi se 25 kandidat për deputet rezultojnë se kanë qenë të dënuar ose janë pjesë e një procesi gjyqësor penal. Listën e kryeson vetëvendosja Albin Kurtit, ku 13 kandidatët e saj kanë probleme me ligjin. 25 nga 902 kandidat të certifikuar për zgjedhjet e 7 qershorit rezultojnë të përfshirë në raste penale. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, 15 kandidat kanë aktakuza aktive, ndërsa 13 të tjerë kanë pasur dënime penale në të kaluarën. Vetëvendosje megjithëse 13 kandidat, OKë dhe lista srpska kanë nga 3 kandidatë të cilët kanë probleme me ligjin, CDDP-ja me 2 kandidat, 4 subjekte të tjera kanë të përfshirë nga një kandidat i cili ka probleme me ligjin. Veprat penale që dominojnë janë ato që lidhen me korrupsionin zyrtar dhe përdorimin e armës. Një ditë më parë ka nisur fushata zgjedhore, ndërsa më datën 7 pritet të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Për herë të parë që nga nisja e luftës në Ukrainë, një dron rus ka goditur një zonë të banuar të Rumanisë dhe ka plagosur 2 persona. Incidenti u dënua menjëherë nga NATO, ndërsa Bashkimi Evropian e quajti një tjetër shkelje të vijës së kuqe nga Moska. Rumania, vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian, u godit nga një dron rus gjatë natës në një zonë të banuar në qytetin Galatsi pranë kufirit me Ukrainën, ku mbeten të plagosur 2 persona. Kjo është hera e parë që nga nisja e luftës kur një dron bie mbi një zonë me popullsi të dendur në territorin rumun dhe shkakton të lënduar. Këto pamje tregojnë vendin një pallat 10 katësh ku përplas droni. Një grua dhe fëmia e saj u dërguan në spital me lëndime të lehta, ndërsa 2 persona të tjerë u trajtuan për atak paniku. 70 banorë të tjerë u evakuan nga banesat e tyre. Ministria rumune e mbrojtjes deklaroi se droni kishte hyrë në hapësirën ajrore të vendit për rreth 4 minuta dhe fluturonte në lartësi të ulët, gjë që e bëri të vështirë zbulimin nga radarët. Për të monitoruar situatën në Rumani ngritin në ajër 2 avion luftarak F-16 dhe një helikopter ushtarak që kishin autorizim për të rrëzuar çdo dron që paraqiste rrezik, por përdorimi i sistemeve kundër dronëve në qytet konsiderohej shumë i rrezikshëm për civilët. Situata është nën kontroll, nuk po përballemi me një sulm ndaj Rumanisë, por me efektet e një konflikti që po zhvillohet pranë kufirit ton. Autoritetet e raportuan edhe për një dron tjetër pa eksploziv të gjetur në veri perëndim të Rumanisë. Ministria e Jashtme e vendit e quajti incidentin një shkelje serioze të së drejtës ndërkombëtare dhe njoftoi se ambasadori rus ishte
ishte thirrur në Ministrinë e Jashtme. NATO dënoi veprimet e Rusisë dhe premtoi forcimin e mbrojtjes kundër kërcënimeve me dron. Edhe presidenti i Komisionit Evropian von der Leyen deklaroi se Rusia kishte kaluar një tjetër vit të kuqe. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka hedhur poshtë raportet mediatike për një marrëveshje me Iranin, por tha se palët janë shumë afër. Kjo do të çonte në shtyrjen e armëpushimit dhe hapjen e lundrimit në Hormuz. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ende duhet të zgjidhin disa pika ngërçi përpara se të arrihet një marrëveshje për luftën. Kjo është deklarata e bërë nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. Deklarata erdhi pas raporteve të mediave se dy vendet kishin arritur një marrëveshje dhe pritej vetëm miratimi i dy liderëve, Donald Trumpit dhe Mojtaba Khameneit. Kemi arritur shumë deri tani, ju kemi shkatëruar ushtrin, jemi në pozicion ku mund të ngadalsojmë programin bërthamor në plan afatgjat, pra nuk kemi ende marrëveshje, por jemi shumë afër. Marrëveshja e raportuar nga media do të zgjasë me 60 ditë armëpushimin aktual dhe do të heqë kufizimet për transportin detar përmes ngushticës së Hormuzit. Nëse miratohet nga liderit në Washington dhe në Teheran, kjo do të përbënte hapin më të madh drejt paqes që nga fillimi i konfliktit në 28 shkurt. Ministri i jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, do të takohet me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio në Washington këtë të premte. Megjithse rëndësia e vizitës së tij ende nuk është e qartë. Raportet për paqe kanë bërë që çmimet e naftës të binin me shpresën për një rihapje të mundshme të ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe kjo e tranzitit botror. Një raketë pa pilot e kompanisë Blue Origin e miliarderit Jeff Bezos ka shpërthyer përgjatë një prove në Florida. Ky incident ka shkaktuar një pengesë të madhe për projektin e tij hapësinor. Një raketë pa pilot e kompanisë Blue Origin shpërtheu gjatë një prove në një platformë lëshimi në Florida duke shënuar një pengesë të rëndësishme për kompaninë hapësinore të miliarderit Jeff Bezos. Incidenti ndodhi gjatë një testi ku motorët e raketës ndisen ndërsa ajo qëndron në tokë. Video të publikuara online treguan raketën duke shpërthyer në një top të madh zjarri duke krijuar flag dhe tym të dendur. Nga incidenti nuk pati persona të rënduar. Projekti ka vite që zhvillohet dhe konsiderohet i rëndësishëm për misionet hënore Artemis të NASA-s. Jeff Bezos reagoi duke deklaruar se kompania do të rindërtojë gjithçka që është dëmtuar dhe do të rikthehet në fluturime sapo të përcaktohet shkaku i shpërthimit. Edhe NASA njoftoi se do të bashkëpunojë me hetimin e ngjarjes. Ngjarja riktheu në vëmendje rivalitetin mes Blue Origin dhe SpaceX në garën për eksplorimin e hënës dhe zhvillimin e raketave të avancuara. Elon Musk reagoi ndaj incidentit duke thënë shumë për të ardhur keq, raketat janë të vështira. Prej datës 1 qershor nis në Tiranë festivali filmit Dea Open Air. Në garë janë 40 filma nga 25 vende të botës. Festivali ndërkombëtar i filmit Dea Open Air ngresi parin e edicionit të 13 në 1 qershor, duke i ofruar publikut kryeqytetas një ofertë filmike të pasur që trajton tematikat më aktuale globale. Në kategoritë prodhime me metrazh të gjata, të shkurtër dhe në kategorinë e filmit studentor, garojnë 40 filma nga 25 vende të botës, përfshirë Italinë, Poloninë, Spanjën, Turqinë, SBA-n e të tjerë. Jemi sërish edhe si vjeç me autorë cilët fokusohen te tema universale, por edhe te sfidat që njerëzimi ka kaluar dhe po vazhdon të kalojë. I është dedikuar krijimtarisë artistike pa kaluar në kompromis. Për këtë arsye, 7 filmat që do jenë në kompetencë zyrtare janë filmat të cilët kanë një qëndrim tejet autorial. Motoja e këtij edicioni është qelli i hapur, mendje të hapura. Qëllimi kryesor, dialogu mes brezave dhe kulturave të ndryshme përmes fuqisë së kinemas, por edhe nxitja e publikut drejt këtij mediumi. Qëllimi është kthimi i spektatorit në kinema dhe jo prezantimi i filmave të veçantë. Emëruesi i përbashkët është filmi cilësisht shumë i mirë, por filmi duhet të jetë dhe atraktiv për spektatorin. Festivali do të zgjasë deri në 5 qershor, ku përveç prezantimeve të filmave të rëndësishëm botëror, Dea Open Air do të jetë një hapësirë komunikimi mes kineastëve, kritikëve, studentëve dhe publikut. Mbritëm në fund të këtij edicioni informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me Ruta Goshe.